Dikush nëse të ban pa drejtësi, si duhet bërë dua? A është gjuna me kërku hakun tim tek Zoti për ato që bëjnë pa drejtësi? S'ka dyshim se pa drejtësia është një ndër mizorit, një ndër gjunat e mëdhaja tek Allahu Azza wa Jall. Derisa na transmetohet në hadith të vërtet që Allahu Azza wa Jall është betu në madhërinë e tij dhe ka thonë se ati që ju ka bon pa drejtësi, pra viktimës, do t'i dalë në ndihmë qoftë edhe pas një kohë. Dhe Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim në ka sjell disa ajete që nën kuptojnë se ati që ju ka bon pa drejtësi, i lejohet ati që ai ta kërkon hakun e tij. Kërkimi i hakut të tij është në disa forma. Një ndër format është që të lutet kundra atij që i ka bon pa drejtësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me hadith të vërtet dhe thot: mes atij që ju ka bon pa drejtësi, pra mes viktimës, dhe Allahut Azza wa Jall nuk ka perde apo pengesa, që nën kupton se Allahu Azza wa Jall lutjet e tyre i ndëgjon dhe kërkesat e tyre i pranon. Qoftë edhe viktima, qoftë edhe nëse viktima është nga jo besimtarët. Kështu ka ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin Kerim: wa jazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dhe shpërblimi i të keqit me të keqe le të jetë i njësojt. E pastaj Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe tregon dhe këshillon dhe thot: Femen afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ata që arrin që mleftin e tyre, zemërimin e tyre ta muajnë dhe ta falin, t'i falin ata që i bojnë pa drejtësi, ata do ta kenë shpërblimin e veçantë tek Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ja Rasulullah, kam disa të afërm të cilëve ju shkoj dhe nuk më vinë, i jap dhe më bojkotoj, më bojnë pa drejtësi, si të veproj me to? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj dhe i tha: ktheja të keqen me të mirë, nga se e mira e jyte ndaj atij është sikur që ta ushqesh me rër të nxehtë. Do thot, do t'ja kallësh barkin atyre. Pra njeriu të fale për Allahun Azza wa Jall është më e preferuar tek Allahu subhanahu wa taala, edhe pse i lejohet atij që i ka bën pa drejtësi që të kërkon hakun e tij tek Allahu Azza wa Jall dhe të lutet apo të ban dua kundra atij që ka bën pa drejtësi.